Këto momente vjen rubrika Kuçka si pse, ku Visari faktikisht ka përgatitur, ku edhe kjo këngë kësuja që e lulës si parapreu, dhe me thonë atyve darsë martesave cilat nuk janë ashtë të dashura, por edhe martesave cilat japën ndoshta pa dëshirën e vajzës, shpresojmë që mos ndodh kjo shekullin 21. E tani këto momente Meda vjen Kuçka si pse, shumë pyetje interesante të cilat i ka parashkruar Visari dhe u përgjigj për herën e parë, por duke mos haruar sepse videoklipin kushtuar këngës Nënës vjen ekskluzivisht këtu tek emisioni Një kafe me Labin. E ndjekim, edhe pastaj kthehemi me gjëra tjera sepse kemi edhe diçka tjetër për të servuar për shikuesit e Një kafe me Labin. Dashni e vjetër, s'ki shalom do dikuj tjetër. S'ki moj zemër, që vëmë zot, se në sytë tu pas kalot. Vaj, konga mu bo, dilligën se du me lipo. Vdis e mos fal po t'je pa dashni, se ma mirë është zemra me u bohi. Përshëndetje Med, mirë se erdhe në intervistën tem për Një kafe me Labin. Faleminderit, përshëndetje edhe ju. Med, kena me full mas pare për lancimin e projektit Matri që e ke punu edhe kohët e fundit, për këto kemi na full të pak ma gjënsisht se me kënë ki bashkëpunu edhe për shka full konga, pastaj edhe me ndjek pak më vonë edhe klipin projekti Matri. Po, është e vërtet është një këngë e re, do me thonë që tash është punu, si zakonisht me njëjtë bashkëpunëtor që kam punu gjithë, thonë me produksion në emra kam, me producentin tim, kurse autori këngës, do me thonë, tek shkruesi është si gjithmonë Fatmir Muja, është realizu në studion e Rita 5, të Virusi, në Macedoni Pontetov, edhe për mendimin tim ka dalë diçka shumë e mirë, se është një temë, do me thonë, shumë interesante, që ndoshta është prek, do me thonë, teme që është në këngën temë që i përket nanës, do me thonë, falenderit nanë, është prek mirë, po kjo nuk që ka, do me thonë, elemente shumë interesante gjatë këngës, kurse tash jem duke punu edhe videoklipin e saj, që shumë shpejt do të prezentohet e tatë vetë të Një kafe me Labin. Po, pa tjetër, edhe unë mendoj që ka dalë diçka e mirë, si e presi njerëzit nuk e di, është shumë emocionuse, dhe me thonë, dhe shpresoj që nuk i preki shumë njerëzit me atë këngë, po gjithmonë, do me thonë, një mundu me i tregu emocionit, pa marrë parasysh se çfarë këngë kam kënu patriotike, apo dashnis, apo tema sociale, si që ka qenë Bigjozi, e tash kjo kënga e nanës, unë gjithmonë një mundu, do me thonë, me i tregu edhe emocionet e mija, mrena për mrena këngës, do me thonë që me dalë ma interesante dhe me dalë ma original kënga. Kështu që unë besoj që e kime arrit qëllimin tonë, mas mire vlerëson masa për të dëgjojnë. Kuptohet, edhe pse kjo këngë është shumë prekse dhe kam bën pas mundësi me dëgju pak më vonë, na kena me pas një intervistë para kësaj edhe kemi ju përgjigj disa pyetjeve interesante që na i kemi i zgjedhën për çdo artist që i kena në këtë rubrikë. Pranon mi ju përgjigj? Patjetër, unë vjen mirë, gjithmonë kanë qenë i gatshëm për juve. Okej. Kisha dashur me anis më së pari me pyetjen e parë, edhe është kujtimi ma i mirë, me na fol për kujtimin ma të mirë tonë gjatë këtë karrierës, ose edhe pse jo para se me fillu karriera si këngëtar, për na interesant. Po, a flitet vetëm për kujtimi ma i mirë i punës temi muzikës, apo edhe njetë që më ndodhë, do me thonë, po, kujtimi ma i mirë, do me thonë, pse i përket është kur kam dëgju për lindjen e djalit, do me thonë që e du shumë Aldionin, ka qenë fëmija i parë, do me thonë ka lind me 17 shkurt, edhe nuk kam qëllu në shpi, do me thonë kam qëllu në Amerikë
për ditën e pavarësisë të Kosovës. Edhe kur kam dëgjuar domethënë për lindjen e tij, jam gëzu jashtë masës që unë kam thënë shpesh herë edhe kur i kam pa njerëzit që ka lind një fëmijë dhe kanë qenë, kam thënë ky s'ka ka normal, pse më kohët kur lind fëmijë. Mirë po, është sen shumë i prekshëm edhe unë nuk kam mujtë me nalë latë, po kanë qenë latë gëzime dhe është për mu kujtimi ma i mirë i jetës tem, kur kam një për ta që ka lindë. Sa vjeç është tash? Tash ti ka bo 4 vjetë. Edhe shumë tjera bashkë. Pse zgjedhë Tajlandën? Edhe çka të pëlqeu mas shumë të atje? Po, unë me thonë Tajland është hera e 7 apo e 8, nuk e di sa kam qenë. Kam qenë për vendet ndryshme si Dubai, Dominikan, Vegas, shumë vendet ndryshme mos t'i përmeni kështu. Mirë po, Tajlanda më pëlqen shkaku i natyrës, se ka një natyrë shumë të mirë, edhe në kohën kur unë do me thonë e kam pushim si zakonisht janarin, që e marrë gjithmonë pushim pas vitit të ri. Tajlanda është një vend ndër më të nxehtit në atë kohë, edhe unë herën e parë kur kam qenë Tajlanda, me thonë jam maknit me bukurit natyrore që i kam pa atje, edhe i kam përjetu vetë, kështu që kalam do me thani përshtypje shumë të mirë që më ka bo shpesh herë me shku. Nështë ajo çdo vetë, unë shkoj çdo 2-3 vetë pa shku në janë Tajlanda është e pamundshme. Okej, mirë, kishë ndosh diçka tjetër. Cila është ajo fjalë që Meda e përdor mas shpeshti gjatë bisedime me dikon ose gjatë jetës përditshme? Më shumë ti do me thonë falë. E përdori shpesh, për arsye se nuk kam qef me gabu as me meqt, as me shok, po as me ata të hujt, edhe nëse dikun gabu e përdori shpesh e fjallën falë. Okej. Zakonisht, se të dhe kur qohëm më ngjas e kena një shprehi që e bojmë. Cila shprehia e Medës? Shprehia jam për të qohëm, se unë nuk kam qef buqu herët, absolut. E du të gjumin shumë, me qenë se jam njeri natës, do me thonë rri shumë gjatë natën, mirë, po kur të laj si kur arusha. Edhe shprehje kam masit qona prej gjumit, nëse pa marrë parasysh akon fjetë mirë apo keq, unë kur qona dikon 40 minuta deri një orë më vynë me u kthjell, me ardhë në vete, edhe bërtas shumë. Bërtas shumë, kur qona shumë nervaz, pa marrë parasysh akon fjetë mirë a keq, jam shumë nervaz masit qona prej gjumit, edhe kështu që shpesher ka ndodhë edhe në familje, edhe të shtëpia, edhe në hotele, kur kam qëllu me muzikanta, me shoshni kështu, gjithmonë në ruhën, kur qona prej gjumit, asë një nuk më folë, derisa të qona vetë. Kjo është do me thonë një shprehi. Do me thonë, mësë me folë një orë mas i qotë Meda për gjumit, kush është afër me të? Mas të mirë është, për ata që janë afër meje. Prapë të du, dashuria s'ka ndryshu, një mjet me jetu, zemra s'mundet me taru. Dem, baba dem, kjo është vendi jem, jam të dove, jam mulqin, e sjetoj ma si e ti. Jam fiksim, shpirtim, veshtetimen ja po më rrim. Gjyra jote e preferume, Med? Ngjyra e kuqe. Sa në mujtë shkën të frizeri, Meda? Unë sot jam kanë, jetë qëllove, sot jam kanë, dhe me thonë, nëse kam drejt e kisha përshëndet për zamësisht agonin, që kujdeset gjithmonë serë që të vi pa marrë parasysh në qëfar do kohëve që e thiri kujdeset për mua dhe falenderoj për zamësisht, se ka njerë t'ja bëj rmujt terminet që i ka aty, mirë po, sohën mujt dhe me thonë, mu po mbjen tash me thonë drejten shumë shpesh me arë në Kosovë. Në Gjermani e kam, do me thonë, një frizer të veçantë që shkoj gjithmonë të njëjti. Mirë po, unë shumë rallë shkoj atje për arsye se vite agoni pa marrë parasysh për çka vinë në Kosovë në pashku me i njerë në dorë tina, nuk kemi kraqëm, nuk këthejna për Gjermani. Okej, të një kohëve me labin është fjalla për Up Labi Party 2015, përveç muzikës dhe këndimit kuptohet, performimit live, e kena po që e kjellë një talent tjetër, vallëzimin. Pse nuk e shprej këto në klipet tua, për shembull vallëzimin që e ke po modern atë natë?
është puna që shumica e këngëve të mia domethënë nuk janë asi tip këngë, asi zhanri që patjetër du të me kthye ashtu. Për atë arsye dhe s'm ka ndodhur kur domethënë gjatë videoklipe me i bo këto gjëra. Është interesant, edhe unë nuk e di çu keni vlerësuar jo, po nëse besoj që di me kthye mirë, kështu që falënderit shumë falënderit. E kena xhirimin që kanë me pas mundësi me ndjekin ndërkohë që shke këtë te plavi parte. Sa ke nejtë mas shumë t'i pa gjëmë? Sa orë, kuptonë? Kjo më kujtohet shumë mirë. Kam qenë dikon klasën e 8, mos kam po fshat 8 ose 9, domethënë nuk e di në 8, 9 në Gjermani ka qenë. Ku e kemi bo me shoqëni, domethënë me klasë, me klikën që e kom pas, me shoqëni gjermane dhe e kemi bo se sa po mujnë mas shumë ti domethënë me najtë pa gjomë. Ka qenë 3 det, domethënë 3 net. Kam najtë natën e 3, domethënë kam shku në shkollë në mëngjes, kam najtë prapë të natën, domethënë natën e 3, kam shku në shkollë në mëngjes, edhe kom pa që domethënë ka fillu edhe më marrë met, kam fillu me marrë munim, kom fjet orën e 2 edhe 3, kom fjet në klasë, ka pas kush që në qanë, edhe më kanë uzu domethënë me herë arsimtari me shku prej shtëpie, se ka pas që jam i vdekum pas domethënë që ka qenë mas shumë, dhe kur kom marrë në shtëpi, prej shkallëve kur kom fillu se kemi jetu në banesë, prej shkallëve kur kom fillu me hyp në dhomë, nalti kom tha nanës tash veç një stak gjama ku ka, e kom marrë një stakën edhe ma nuk e di kur jam qu, se t'ja kom pje 2 ditë të naj, nuk e di, domethënë kjo është mas shumë të që më ka ndodhë, se më ndodhë shpesh domethënë tash kur punojmë, i kem 2 mramje dhe do të me vozit me arrit të mramja tjetër prej lartë i dikon, se zakonisht na udhtojmë me makinë në për Evropë, edhe ka ndodhë domethënë një natë gjys 2 na ka ndodhë shpesh herë, një po mas shumë të domethënë ajo 3 net. Maturant, sonte kemi u përshëndet, nesër konga edhe loti, për kujtim kanë me na mbet. Jo, mos me ndo, se kjo zemër të do në shko, se kam zemër si t'i kur, lëm të mirë s'mon të them kur, a me tira me u duru, ti me tjetër, unë me tjetër, po s'po vdes dashni e vjetër. A mund është me na prezentu vetën me një gjuhë tjetër përveç shqipës? Pa tjetër, e di gjuhën gjermane domethënë shumë mirë, edhe s'është problem. Ich bin Meda, ich bin deutsche Staatsbürger, aber bin trotzdem Albaner und bin froh, dass ich Albaner bin und werde auch immer Albaner sein, obwohl ich die deutsche Staatsangehörigkeit besitze. Aber klar. Okej, për këtheja, pse jo? Dhe me thonë, thashë jam Meda, dhe jam i pajisën me shtetësinë gjermane, po prapë se prapë jam shqiptar, kam e metë gjithmonë shqiptar dhe jam i lumëtën që jam shqiptar. Nëse në kran flanë në gjëmë? Zakonisht flanë krahun e majtë, se thojnë zemra, do me thonë, që të sot ma mirë nëse flanë kratë majtë, mirë, po kur të bi, gjithmonë bi në krahun e djallë, me shadet, edhe mas 2-3 minuta kur t'i kryja ato lutjet e mija, atëherë do që shumicin e rastave me thonë kratë majtë. Kratë majtë. Nuk e di në cilën gjona. Qa do zë t'jas vetë. A je vëzit si mirë edhe a ke marrë dënime në herë? Vëzit si mirë nuk e di se qka mujna me qujtë vëzit si mirë, në prikurit e kam patent shoferin, kam bo vetëm një herë ndeshje, një temën. Zakonisht kur t'jam me familje jam shumë i kujdesshëm edhe në vozit e shpejtësit madhe kur t'jam vetë, normal që voziti ma shpejt. Jo vetëm me familje, po edhe me njerëz tjerë, kur t'jam do me thonë jam i kujdesshëm, nuk voziti pa kry që thojnë.
A ka ndodhur me ta bënaj pëllet, hajtë këna ma një kongë për ta fali? Po, më ka ndodhur në Prishtina, ka ndodhur dhe nuk më kon gabimi policit, po jemi se i këshin qitë ato qështirën ato me i shti makina do me thonë anash dhe tash unë mundoha më gut pak ma shpejt me i do me thonë të semaforat të ty për me shku të emra kom edhe unë si kom po ato shajat që i këshin qitë policia me nal njerëzit edhe jam fut vetë në ta edhe thana si kem qef tha që hin vetë kontrol tash pa unë edhe edhe mu kontrolu vetë ma mirë edhe më ka ndodhë tha okej tha s'kem kur gjo tha veç një kongë kënëna tha edhe bërë shpeshku po shpesh po me thanë drejtën gëzojnë respekt shumë ma të policia e Kosovës edhe unë do me thonë i respektojnë maksimum po edhe ata do me thonë me edhe respektojnë maksimum edhe i falenderoj për zemërsisht. Pinishit deri në 10 sa je i lumëtër? Jetën e përditshme, muzika, në përgjithësi, në 10, do me thonë 10. 10. Cili është personi ma që sharak që e nje? Personi ma që sharak, për mu, deri tasht është Vedati. Vedat Herani Zdubca është lambavan, është jashtë normales. Ti ke marrë pjesë edhe të një skeq i Stupca masi edhe përmene Vedatin që të bën me kje shumë. A ke mujt me bo atë pjesën? Unë e di që a kom hek deri se e kom përfundu aty, do me thonë ma shumë kemi kesh se që kemi gjiru, do me thonë kanë shku 2-3 orë deri sa o bo vetëm pjesa jonë e gjirimit, për arsye se kemi kesh të tëngë pohën edhe fatkeqësisht është kur fillon me kesh njëre me një gjatë që s'është nevoja me kesh për atë arsye atër nuk mundesh më nal edhe kur kthehesh e këshyr Vedatin fytyrë nuk i qare pa kesh. Moj princesh, zemrën ma more, me ty humbja është fitore. Unë besoj, i gaboj, me dyshimi është gabim, nga dashia s'kem shpëtim. Puqeki, hajt moj dashni, puqeki, ti e si magji. A je person që sha ondra shpesh? Sha, nuk e di sa shpesh, nuk e di çka do me thonë ta shpesh për tjertë, po unë sha handa. A kena një ondrë shumë që sharake që e ke pa, që e kështë vequ? Jo, zakonisht sha handa, horrar diska, nuk shë sharake. Jo, nuk më kujtohet, për besë po më kujtohet asë. A ndodhen gjërat pazakonshme, çuditshme ose? Po, unë besoj që krejtëve ndodhin gjana çuditshme, pazakonshme, mu për vetim nga ndodh, nuk e di për tjertë sa mundet me kane çuditshme, po unë kam qenë të këthy prej, masi e kom përfundu sezonën prej verore, do me thonë, prej Ulqinit, jam këthy direkt në për Kroaci, për Gjermani me menusën e me fëmi, edhe në autoban të Kroacis e kom pa një gumë të shku para neve, një gumë e kjerrit edhe nuk e kom ditë që është guma jonë. Ishtë dalë guma jonë edhe shkoj kjo para meje. Edhe masi që e kom pa gumën do me thonë të shku para neve, atër e kom vrejt që i ka fillu kjerri pak me qalu një në nanë edhe e kom vrejt që është e jonja, po fatë mirësisht kom mujtë me nalë kjerrin shumë shpejt, do me thonë pa në i hektik kështu të madhe që më vrejt edhe nuk ka ndodhë kur gjo. Gjëja e fundit që e ke ble? Gjëja e fundit që e kom ble, ta ndrejtën s'kom ble vetë, mi ka ble nusja tash do tesha kështu, po vetë i ka dikom 2 javë. Po, një parfeme kom ble para një javë, më falë, harrova, një parfeme pas ta ble vetë. Okej. Ditëlindjen e fundit ku je konë? Ditëlindjen e fundit temën jam kanë në Kosovë. Zakonisht më vjen në qershor, dhe me thonë jam në Kosovë dhe kam festu këto, në Kosovë. Në kuzhinë, i mirë, i keq? Për ato që di me bo vetë edhe ndoket mu e mirë, është okej, aty në tjerëve ajo ndoket e mirë nuk e di, po kuzhina më pëlqen edhe shpesh herë kam qef me bo gjana vetë. I bëj vetë prej qefit, bëj shpesher se anë vetë.
tregu diçka me shpik, diçka. Kështu që më pëlqen. Mesazhi ose telefonata e fundit para se marrni intervistë. Po, o kanë prej i fundit, do me thonë prej grus, po. Prej grus kur vjen në shtëpi, se jemi unë tu. Okej. Edhe pse jemi kom bashkë të ditë, do me thonë, kanë shku në shtëpi edhe ne me kemi met pa hongër drejk bashkë, se pa trafik shumë, edhe ata shku në shtëpi unë e meta në Prishtinë dhe më qaj mesazh kur kthehesh në shtëpi se jemi unë tu. Se jo që më bërtet atë këthem të shtëpia atë. Me të thënë pjesë të Najkonge i kishën përshëndet këtë ata që dojnë edhe që admirojnë punën tonë si këngëtarë si Meta. Problem, unë i përshëndes gjithmonë, do me thonë, edhe ata që se dojnë, edhe ata që dojnë Metën, jam pjesë e jonë, jam pjesë e jetës tonë, i përshëndes përzamërsisht se janë të mrekullueshëm, ata që unë dojnë, jo vetëm unë, për edhe tjerët janë të mrekullueshëm edhe i përshëndes përzamërsisht, se i përket këngës, jam kësha kënu një pjesë të këngës të re. Mirë mëngjesi djali jem, mirë mëngjesi zemra jeme, ishin fjallë e përditshme, fjallë të nonës teme. Kur u rrita u mashtrova, mu duk nonën e harrova. Zemra më tha, gabim bona, kush donë ma shumë se nona. S'ka njeri që donë ma shumë se nona. Kështu që... E të faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Ta thomë sinqerisht, ken një intervistë dhe më të lezetshme që i kom pas në jetën tem, diko. Faleminderit shumë. Ti gjithmonë ke fal, e kam ditë sa herë kam puh në bal, ba ma halal për çdo mundi.